motra dhe vëllezër, mirëmbrëma. Është kënaqësi dhe privilegj një të kohë për mua që të hap listën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste të Tiranës dhe do doja që ta filloja me një përshëndetje për gjithë nga ju, duke thënë që fituesit real të këtyre zgjedhjeve apo gjenit real të këtyre zgjedhjeve jeni ju. Gjatë rrugtimit 2 vjeçar për programin, gjatë fushatës elektorale ne kemi pas mundësi të flasim për programin ton, për skuadrën, për liderin, po unë besoj fuqishëm që në rast se nuk do t'ishte puna dhe ndihma juaj, në rast se nuk do t'ishte kontributi juaj, në rast se nuk do t'ishin energjitë tuaja, në rast se nuk do t'ishte shpirti juaj solidar, ne nuk do t'kishim dot sot as një program, as një skuadër, as këtë lider që kemi, e as këtë fitore të madhe dhe bindse që kemi. Unë do të doja të fisha shumë gjatë, por e di që është e pa drejtë që të flas sot gjatë, se gjithë kolegët kanë për treguar historitë e tyre nga kjo fushat, por do të thoja vetëm kaq, që falenderoj në mënyrë të posaçme të gjithë ekipin e fushatës, 300 komisionerët, patronazhistët, Partinë Socialiste të njësisë ku unë kandidova, gjithë çunat, gocat, gratë, motrat, vëllezërit, dhe jam shumë i lumtur që humba bastin me to, mes optimizmi tyre dhe një farë realizmi timin që doja të më shoqëronte gjithë të fushat, fituan ata dhe unë jam shumë i lumtur për këtë. Ne kemi marrë një vot bindse, ne kemi marrë një mbështetje të madhe popullore dhe unë do doja ta mbyllja duke thënë, duke perifrazuar këtu një autor që thotë që opozita është poezi, qeverisja është prozë. Ne kemi një sfidë shumë të madhe përpara, një sfidë shumë të madhe ndoshta se dhe ajo e vitit 97 për ta çuar Shqipërinë aty ku e meriton dhe realisht për të përjetuar rilindjen që ne kemi premtuar shqiptarëve. Faleminderit për mbështetjen. Përshëndetje. Si kolegu i me quaj privilegj që t'jem përpara këtij ambienti kaq festiv dhe të bukur. Është privilegj t'jesh në këtë skenë për shumë arsye. Unë do të veçoja 2 prej tyre. Së pari, kur je pjesë e ekipit rilindjes, i cili do bëj histori jo vetëm me 23-shin, po dhe atë që vjen më pas, ky ekip me në krye Edi Ramën do të lërë gjurmë të pashlyera në historinë e Shqipërisë. Është privilegj edhe se këtu ndodhen përpara kryeqytetasve, elita intelektuale, elita e gjithçkaje, kështu që ju jam mirënjohës. Me këtë rast, unë dua të falenderoj të gjithë ekipin e njësisë numër 2. Jam i bindur që kushdo që t'ishte në kryet këtij ekipi do e kishte shumë lehtë punonte. Është një ekip i jashtëzakonshëm, duke filluar nga kryetari i partisë Adrian Boletini, i cili vjen nga një familje e madhe, duke vazhduar mëtej me forumin e gruas, me forumin e rinis, me forumin e veteranëve, me komunitetin e ushtarakëve i cili ka qenë jashtëzakonshëm dhe dua ta falenderoj. Falenderoj njëkohësisht të gjithë kryetarët e organizatave, duke filluar nga Sauku, sanatoriumi, depo ujit, tregu elektrik, Bryli, shkolla baletit, stadiumi Qemal Stafa, duke vazhduar deri te prokuroria. Pa punën e tyre do ishte e pamundur suksesi i jashtëzakonshëm i njësisë numër 2. Me këtë rast dua të falenderoj edhe kolegun tim, i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme, Arben Seferaj. Me mirënjohje të jashtëzakonshme dhe me shumë mirënjohje për eksperiencën për Fred Dalipin.
Ju falenderoj dhe një herë dhe do të bashkohemi prap në fitore akoma më të mëdha. Përshëndetje. Përshëndetje, mirënjohje, ju jeni fituesit e vërtet të saj gare kaq të bukur për të rilindur Shqipërinë. Mirënjohje të gjithë ekipit fitues njësisë bashkiake numër 3. Përulësisht, mirënjohje të gjithë kryetarëve të organizatave Asamblesë Socialiste me Bledar Doracin. Mirënjohje përulësisht koordinatorëve elektoral me Brisin në krye, mirënjohje forumit gruas, Freshit, mirënjohje ish ushtarakëve, mirënjohje gjithë komisionerëve, mirënjohje çunave të mbrojtjes votës, mirënjohje pafund të gjithë komunitetit njësisë bashkiake numër 1. Ju hapët numër 3 gjithashtu dhe njishë gjithashtu se kam zemër se haroj dot. Mirënjohje që më pritët mua dhe gjithë ekipit të rilindjes aq bukur. Mirënjohje që hapët dyert e shtëpis, dyert e zemrës, duke na mbrojtur forcën e arsyes, por dhe pasionin e zemrës për të bërë më të mirën sot pas 23 qershorit me Edi Ramën dhe ekipin e qeverisë Partisë Socialiste. Faleminderit edhe atyre që nuk votuan për Partinë Socialiste në 23 qershor. Zotohemi që dhe jeta e tyre do t'jetë më e mirë me Edi Ramën kryeministër. Një përqafim dhe një mirënjohje të thellë. Ju jeni fituesit. Faleminderit, faleminderit. Së bashku me Rudolf Gjillarin, kolegun tim, ne bëm fushat në njësinë 7. Shumë falemderit të gjithve. Falemderit Tirana, falemderit edhe në ato dyer që nuk arritëm të trokasi. Kur filluam fushatën në njësinë 7, në një derë demokrati, dikush më tha, kam dëshirë ta shoh Edi Ramën kryeministër. Dua ta shikoj. Dhe do ta shikoj nëse do ta bëj Shqipërinë si që ka bërë Tiranën. Dhe unë sot i them këtu publikisht. Do ta shikojmë qeverinë e Majt dhe kryeministrin Edi Rama. Do ta shikojmë së bashku me ekipin, me skuadrën e rilindjes. Më lejoni t'ju falenderoj të gjithve ju që na keni hapur dyert, familjet Majta të djathta Grik. Ju falenderoj ju të gjithë banorëve të njësisë që banoni në zona formale dhe informale, bashkë me premtimin për legalizimin e shtëpive. Ju falenderoj shumë të gjithë ju, antartë Partisë Socialiste, komisioner, vëzhgues, forumi i gruas, Fresh, veteranët, pasardhësit e dëshmorëve, ish ushtarakët, por dhe një armatë e tjerë njerëzish që na kanë votuar dhe kanë vënë në provë Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Unë jam e privilegjuar që jam pjesë e skuadrës së rilindjes dhe votova në qarkun e Tiranës. Dhe do t'jem nderuar në 4 vitet e ardhshme në parlament dhe do t'ju përfaqësoj me dinjitet. Shumë faleminderit, urime dhe vetëm gëzime paqit në familjet tuaja. Faleminderit. Qytetarë të Tiranës, faleminderit! Ju falenderojmë të gjithë. Qytetarë të njësisë 4, faleminderit! Qytetarë të njësisë 9, faleminderit!
qytetarë të njësisë 8, faleminderit! Faleminderit të gjithëve! Faleminderit që votuat Edi Ramën kryeministër! Faleminderit të gjithë atyre, gra e burra, që pasi votuan me 23 qershor, qëndruan aty në mbrojtje të votës të tyre. Faleminderit! E tani, në emrin tuaj, le t'i urojmë punë të parë kryeministrit tonë, Edi Rama! Mirënjohje! 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 Përshëndetje të gjithëve. Edi Rama do jetë nesër kryeministër, se ju e besuat më shumë nga të gjithë të rilindje këtë ëndër. Ashtu si thot dhe kolegu Tata, ne si 3 moskëtjerë mendon të një film më të vjetër. Mua më shumë dukej si misioni pamundur. Po në fakt tek njësia numër 8 ndodhi rilindja, sepse bastioni qytetarisë, jo bastioni PD-s, bastioni qytetarisë vendosi të rilindi. Faleminderit gjithëve. Tirana, përshëndetje. Shifni kështu sepse 2 ditë para zgjedhjeve Rëshita dhe Theva kraun, po njësia 10 qojnë këmë, tha let, ke thyt djathët, majtën e ke top. Vetë majtën e kishim top, apo jo? Unë kam një gjë të vjetër dhe një gjë të re. Kur Shqipëria u bëhe më vetësishme, Fishta mori frymë dhe tha tani që Shqipërinë e bëm do të në bë shqiptarët. Kanë ardhur kohë tjera i themi Fishta, shqiptarët i kishim top kësaj radhe, tani rilindje për Shqipërinë. Se shqiptarët na treguan që i kishim top me 23 qershor. Më shumë se kaq, kjo do jetë vera, jam e bindur më e bukur për gjithë ne se do jetë vera e ëndrave. Dhe kemi pas një shprehje të njësia 10. Mas do ta kemi thonim rilindje do t'jetë. Me 25 kur mbaroi numrimi kutive, britma ishte rilindje është. Dhe para sa mbyll duhet përshëndes shumë fort njësinë 10. Njësinë e zemrës, fort. Ju falenderit gjithve sepse bashkë bëm mundur një ëndër, kishim një maj kodre, një bastion për ta marrë, që nga 2007 nuk po e merrnim dot. Faleminderit shumë, njësia 10 ju kthyet majtës me kokë e këmbë. Faleminderit kryetarit Partisë Socialiste fort, njësisë 10, faleminderit Kolit Freshit, faleminderit Bonës Gruas, faleminderit çunave dhe gocave, faleminderit Tirancave Trugicës që më dha mbesën kësaj radhe dhe shumë faleminderit, rilindje është. Përshëndetje të gjithëve. Jam shumë i lumtur që jam sot pranë jush. Po më duket vetja sigur jam noembri para 20 e ca vjetëve. Në këto zgjedhje kam mësuar vetëm një gjë. Është një shprehje, tha, mikun më i afër, armikun më afër. Socialistët më i afër, demokratët duhet i marrin më afër se na duhen prap. Duhet sillemi. I falenderoj të gjithë që votuan për ne, i falenderoj në mënyrë të veçantë gjithë ish miqtë e mi, ish PD-istat që na kanë ngjetur në pranë gjithë kohës, edhe që na dhanë votën. Faleminderit të gjithëve. Mirëmbrëma të gjithëve, sinqerisht është privilegj që unë sot marr fjalën në këtë teatr ku sinqerisht kemi qenë të ri në atë kohë, kur ndoshta tu ka fillu, ndoshta edhe rilindja qysh para 20 vjetësh, por sot ne po rilindim përfundimisht Tiranën, apo mund të them Shqipërinë. Dhe për këtë duhet falenderoj
kryeministin e ardhshëm Edi Rama dhe gjithë stafin dhe ekipin e rilindjes Partisë Socialiste. Fitoj tek ne njësia 8, sinqerisht është thënë shumë që ka qenë bastion, por për mua ka qenë dhe është bastioni qytetarëve. Duhet i falenderoj në mënyrë të veçantë gjithë banorët e njësisë 8, veçanti familjet e vjetra të Tiranës dhe gjithë socialistë, progresistë, të gjithë komisionerët, patronazhistët, kryetarët e organizatave për gjithë të mundim dhe për këtë fitore spektakolare që realizum pas 23 vjetësh në njësinë 8. E quaj fitore historike apo ndryshe mbyllje të tranzicionit. Faleminderit, 100 herë faleminderit. Mi mbrama morda të vdesër. Mi mbrama njësia 11. Pata nderin për atë periudhë që punova tek njësia 11 dhe falenderojnë me një të veçantë atë skuadër, atë forcë aktive të mrekullueshme ku ne i premtuam kryeministit Edi Rama që do vini me një vot plus dhe erdhëm me 1600 vota plus. Do thoja, pa përmendur emra se janë shumë, e gjitha e forcë aktive janë rilindasit e njësisë 11. Falenderoj të gjithë zonën e Lapragës, të Josip Pashkos, të Kodërkancës, të Bregut Lumit, që pas 22 vjetësh e sollën rilindjen edhe në njësinë 11, kur Akip Sulli do jetë garant për zbatimin e programi që ne e kemi bërë të qartë gjatë të gjithë fushatës elektorale. Edhe herë ju falenderoj dhe për ulën para jush dhe pata fatin që të njihem, të punoj dhe të sjell edhe rilindjen në njësinë 11. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Ju sjell ca përshëndetje nga rrethi i Tiranës, nga ca njerëz që mbase as i keni parë as i keni dëgjuar kur, po janë ata njerëz që në 5 bëjnë që të fitoj Partia Socialiste me 1000 vota gjithmonë. Janë ata njerëz që në ndroq e nxjerrin Partinë Demokratike Forcë të Tretë. Ju sjell përshëndetje nga çunat edhe gratë e Baqarit që fitojnë me 1700 vota në një bastion të Partisë Demokratike. Ju sjell përshëndetje të Kasharit, e çunave, burrave të Kasharit që fituan me një shifër rekord me 1700 vota në një super fuqit Partisë Demokratike. Ju sjell përshëndetjet e djemve të Prezës që pavarësisht që përfunduan deri në konflikt fizik, arritën të përmbysin rezultatin nga -900 dhe +500 për Partinë Socialiste. Ju sjell përshëndetjet e Bërzullit, në një bastion Partisë Demokratike që ka rilindur duke përgjithësuar rezultatin, por ju sjell më shumë përshëndetjet e atyre banorëve edhe të viktimave që vazhdojnë të vuajnë në Gërdec, që mas 12 vjetësh rilindën dhe votuan Partinë Socialiste në Gërdec, në Marshinet edhe në Vorë. Një falenderim i veçantë për këta burra e gra që pata fatin e madh që të punoj, janë me mira njerëz që bën që në ditën e numërimit mos t'i numëronin votat një nga një, po t'i numëronin me pesh. 1000 vota ishte komuna më e vogël. Falenderim të madh për gjithë rrethin e Tiranës që bëri kthesën në këtë 23 qershor dhe një falenderim i madh për gjithë ju, jo thjesht se votuat Partinë Socialiste për ta sjellë në pushtet, po sepse morët përgjegjësinë qytetare dhe votuat për të mirën e vendit, për të mirën e fëmijëve tuaj, duke zgjedhur rilindjen dhe duke ndërshkuar regjimin diktatorial Sali Berishës. Një falenderit madh për gjithë ju. Mirëmbrëma
përshëndetje, mbi mbrëma Tirana, mbi mbrëma Tirana e rilindur, dukeni të gjithë të mrekullueshëm. Ju uroj gëzuar këtë fest që do të mbetet në histori, data e 23 qershorit. Gjithashtu, pa i përmendur të gjithë ata që tha tani, duke qenë se kemi punuar bashkë në çdo vend të ZAZ-s 57 ose ish ZAZ-s 57, mirënjohje dhe përulësi për të gjithë ata që na votuan në këtë ZAZ, por në të gjithë Shqipërinë. Gëzuar festën e madhe. Mbrëma të gjithëve. Faleminderit Tirana, faleminderit ju. Faleminderit njësia 1, njësia 2, faleminderit njësia 3, njësia 4, njësia 5, faleminderit njësia 6, kombinati. Faleminderit njësia 7, njësia 8, njësia 9, njësia 10, faleminderit njësia 11, faleminderit çdo komunë në qarkun e Tiranës, faleminderit Tirana. Faleminderit për çdo antar thjesht kësaj partie në çdo organizatë. Faleminderit për çdo kryetar organizate. Faleminderit për çdo komisioner, për çdo vëzhgues, për çdo numërues. Faleminderit për çdo antar të forumit rinor. Faleminderit për çdo antar të forumit gruas. Faleminderit për çdo koordinator elektoral dhe grupet e tyre. Faleminderit ju, forca e partisë, ju jeni herojnë të heshtur të kësaj fitoreje, ju jeni fituesit e vërtet. Miqtë e mi, ja u thoja gjithmonë në ato mbledhjet tona, shpesh edhe në orë të vona. Hajde punojmë, hajde sakrifikojmë bashkë, sepse në Tiranë do marrim një super fitore me një super rezultat. Ja ku jemi në Tiranë morëm një super fitore me një super rezultat për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën kryeministrin e ardhshëm. Do njëri nga ju do thot, osaj mirë, fituam në gjithë Shqipërinë. Ashtu është, fituam në gjithë Shqipërinë. Po në krye qytet kemi krye fitore, miqtë e mi. Gjëja dytë që ju thoja në fushat dhe e besoj, ja u thoja shumë shpesh, miqtë e mi, hajde luftojmë bashkë, fitojmë bashkë dhe qeverisim bashkë. Jam shumë i bindur dhe jam shumë krenar me veten, që t'ja u them prapë sot, që po, ne luftuam bashkë, e bëm fushatën bashkë, ne fituam bashkë dhe nesër do qeverisim bashkë në emër të qytetarëve, në emër të shqiptarëve dhe në emër të rilindjes Shqipërisë. Unë dua t'ju falenderoj nga zemra dhe nuk besoj kam aq fjalë sa t'ju falenderoj, por me që më jepet rasti, sot dua të falenderoj ata që punuan ngushtësisht me mua. Njerëz që punonin në zyrën time pa orar, që sakrifikonin ditë natë, me sakrifica edhe me familjet e tyre, edhe me punën e tyre. Njerëz që s'ka mundur dot kurrë t'i them faleminderit. Julia, Albana, Elida, Flutra, Plarenti, Juli, Turi, shumë njerëz tjerë, gjithë vajzat e operatore që ju kanë marrë në telefon, gjithë njerëzit që kanë sakrifikuar pa fund, Evi, Lorano, gjithë ata mbase kam harruar shumë emra, po dua t'i falenderoj nga zemra. Kam bërë punë të shkëlqyer dhe unë jam borxhli pa fund. E fundit, uroj shumë që këtë fitore, jo mos ta mbajmë në zemër, po këtë fitore ta kthejmë punë dhe puna për ne sapo ka filluar. Po uroj që t'jemi të kthjellët, të shohim njëri tjetrin në sy siç e shihnim para fushate. Të njohim sakrificat e njëri tjetrit. Të njohim shqiptarët siç i njohim para fushate. Të punojmë me njëri tjetrin, ngushtësisht me njëri tjetrin dhe jam shumë i sigurt që vetëm kështu do arrim fitore pas fitore për qytetarët shqiptar. Ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë. Ne jemi fitimtar. Fitore të gjithë bashkë, faleminderit, faleminderit, faleminderit. Faleminderit gjithëve.
Mirëmbrëma të gjithë. Unë erdha pak me vonesë, po isha duke e festuar ashtu siç isha premtuar Edi Ramës. Ortegu i fitores erdhi nga rrethi i Tiranës dhe unë dua të falenderoj gjithë ato që e bën të mundur që me 23 votuan numri 29 dhe votuan Edi Ramën kryeministër. Miqtë e mi, ka qenë një fitore e papar, kundrejt një presionit të disa individëve të veshur në pushtetin vendor, të cilët i kërcënuan votuesit. Por ato ja dolën se besonin te rilindja shqiptare, ja dolën se besuan tek Edi Rama kryeministër dhe do besojnë te qeverisja e ardhshme. Tirana dhe gjithë rrethi i saj votuan si asnjëherë tjetër për Partinë Socialiste. Do doja të falenderoja me radhë, por nuk dua të përmend emra. Por ka qenë një punë e jashtëzakonshme e të gjithë drejtuesve të partisë dhe ato që na votuan, duke filluar nga Shëngjelgji, nga Dajti, nga Farka, nga Petrela, Përzhita, Kraba, Vaqarri, Peza, Kashari dhe gjithë rrethi i Tiranës për një fitore plebiscitare. Ju falenderoj të gjithë dhe përkullem me respekt dhe ju premtoj, edhe si një deputet i Parlamentit shqiptar, do jemi pjesë e juaja në zgjidhjen e halleve dhe problemeve që do keni dhe të përkullemi me respekt ndaj këtij vlerësimi të madh që dhat. Ju përshëndes dhe ju qafoj të gjithë. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje të dashura motra, të dashura nëna, vajza, baballar, vlezër. Ju jam shumë mirënjohëse për çfarëdo lloj kontributi që keni dhënë për të realizuar ëndrrën tonë përbashkë. Në mënyrë të veçantë do doja të falenderoja të 11 koordinatoret e Forumit Gruas Tiranës, duke nisur nga Arminda, Entela, Ergesta, Liria, Diana, Ermioni, Aida, Irma, Valbona dhe në fund Isarja, por i kthehem njësisë 5. Falenderoj Letën dhe falenderoj të gjitha koordinatorët e grave dhe të gjithë kryetarët, komisionerët, antarët e Forumit Freshit dhe të gjithë mbështetësit tanë. Nuk kishim dyshime asnjë moment që do ta realizonim të fitore, do ta realizonim ashtu siç duhej, me këtë rezultat mrekullueshëm dhe njësia 5 e tregoj edhe një herë atë që thuhet gjithmonë. Fitoria e thellë erdhi dhe nga njësia 5, duke ndryshuar dhe një rezultatin. Tani po ja kaloj fjalën Afrimit. Mimbroma. Një duartrokitje nga të zotët e shtëpisë për gjithë miq që na kanë ardhur. Përshëndetje njësia 5. Ju kisha thënë që i ka vdek nëna dhe babai, i vdiq. Tani të dashur miq, faleminderit, mirënjohje dhe përulje pafund të gjithëve. Fituam dhe kam mbaruar fazën e parë. Të dashur miq, na duhet punë, që të gjitha që kemi thënë t'i bëjmë realitet dhe njerëzit tanë që na kanë votuar të jenë të kënaqur dhe të na rivotojnë përsëri. Përshëndetje, faleminderit Pesa. Të dashur vlezër dhe motra,
duket thuajse si një ëndër. Ne këtu sot festojmë fitoren ton. Atë që 10 ditë më parë shumë, por jo ju e konsideronin një ëndër. Kishte njerëz që thoshin, do t'i marr prapaj, do t'i manipuloj. Po nuk ju kishin llogaritur juve. Për gjithë Tiranën ka një falemnderit të madhe. Por më lejoni që një falenderim të veçantë sot nga Tirana t'ja drejtoj qytetit të demokracisë dhe pjesë të qarkut Tiranës, Kavajës që foli fort me zë të lartë dhe me votë për rilindjen e gjithë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Sot është data 2 korrik. Në 2 korrik të 90-s, mira shqiptar thyen muret e ambasadës dhe hynë në për ambasadat duke refuzuar realitetin, duke refuzuar që ndrojnë këtu. Në 23 qershor, shqiptarët nëpërmjet votës refuzuan stagnacionin, refuzuan krizën, refuzuan ndarjen në ne dhe ata dhe i thanë po rilindjes. Nuk ka ditë më të bukur sot në 2 korrik për ta kujtuar atë datë të viteve më parë dhe këtë fitore kaq të veçantë të rilindjes Shqipërisë dhe shqiptarëve, të mosndarjes në ne dhe ata, të prishjes së murit, këtë radhë jo të ambasadave, po të mureve ndarës që ishin krijuar midis shqiptarëve. A ka ndonjë në punë të administratës këtu sot? Në rregull. Ka ardhur koha t'ja u them sot, pa pritur shtatorin, të gjithë atyre që kanë shkelur ligjin, që ju kanë nxirr buzën, që i kanë hequr nga puna këta njerëz, që s'kan lënë gur mbi gur, duke ardhur vërdall si korba në përqendrat e votimit duke bërë presion. Tani është koha të ikni në paqe. Është koha të vinë këta. E kanë merituar, e meritoni, sepse na keni mbajtur dhe do t'u mbajmë. Tani më lejoni të ftoj atë që nuk e kemi vënë asnjëherë në dyshim, kryeministrin e Shqipërisë, Edi Ramën. Besoj që ata të cilët nuk kanë marrë pjesë në betejën e vijës parë, siç keni marrë pjesë gjithë ju, do ta mirëkuptojnë këtë aktivitet jo si një shprehje
të triumfit, por si një shprehje të detyrimit dhe të mirënjohjes për gjithë ju. Ne nuk duam që qoftë dhe një shqiptar i vetëm, qoftë dhe një njeri i zakonshëm apo një familje zakonshme e vetme të ndjehet keq, duke na parë të buzëqeshur dhe duke na parë të mblidhemi për të falenderuar ata që bën të mundur këtë fitore, ndërkohë që dikush që na sheh nuk ka votuar për ne. Sepse ne duam që ta mirë qeverisim Shqipërinë për të gjithë, për ata që na kanë zgjedhur dhe për ata që nuk na kanë votuar. Por të gjithë atyre që nuk na kanë votuar dhe që na shohin të mblidhemi dhe t'ju falenderojmë juve, dua t'ju them sot se fal jush, fal punës suaj të palodhur, fal sakrificave tuaja në një rrugë të vështirë opozitare, edhe ata janë çliruar, edhe ata kanë shpëtuar, dhe se nga çfarë janë çliruar, dhe se për çfarë janë shpëtuar, këtë do t'ju provojmë jo me fjalë, po me veprat e qeverisë sonë. Janë çliruar dhe kanë shpëtuar një herë mirë mësuesit. Shumë ndërta mund mos ta kenë votuar. Por nesër do të marrin frymë lirisht dhe nuk do të ndjehen nën presionin e pushtetit për atë që mendojnë apo për atë që votojnë. Janë çliruar dhe kanë shpëtuar infermierët dhe mjekët në spitale, sepse do t'jenë aty vetëm për t'ju shërbyer të smurve dhe për t'ju shërbyer gjithë të afërmve të smurve, dhe jo për t'i shërbyer pushtetit duke lënë spitalin bosh për të shkuar në miting. Janë çliruar dhe kanë shpëtuar policët e zakonshëm dhe të gjithë ata që në uniformën blu i shërbejnë shtetit dhe qytetarëve dhe nuk do t'jenë më kurrë detyruar të shërbejnë pushtetit të 1, 2 apo më shumë partive. Janë çliruar dhe kanë shpëtuar një herë mirë nxënësit, studentët dhe studentët, që nuk do kërcënohen më në notën e tyre për t'ju marrë votën apo për ta marrë vesh përpara se për kë duhet votojnë. Janë çliruar dhe kanë shpëtuar një herë mirë të gjithë ata që jetojnë me një dyqan, që jetojnë me një biznes të vogël, apo të gjithë ata që kanë vendosur të bëhen të pasur në Shqipëri përmes sipërmarrjes së tyre. Ne do t'i japim fund ndarjes në tanët dhe në tyre dhe do të vlerësojmë kontributin e gjithkujt për të hapur vende të reja pune përmes biznesit të tij të vogël apo të madh. Ne nuk jemi më në fushat elektorale. Dhe prandaj unë ndjehem ende më i lehtësuar që t'ju them të gjithë atyre që presin të legalizojnë shtëpinë e tyre se janë çliruar dhe kanë shpëtuar nga kthetrat e një partie që i mbajti me vite të tëra me shpresën e legalizimit dhe i lat pa legalizuar vetëm që t'ja u merrte votën më lehtë duke ju paraqitur si e vetmja mundësi që kishin. Sot ata kanë një mundësi të re. Shumë kush prej tyre as nuk e ka menduar kurrë që kjo mundësi e re do të ishte Partia Socialiste, por ne në fund të mandatit tonë të parë do të jemi shumë krenar përpara tyre sepse gjithkush në zonat informale që ka ndërtuar një shtëpi do ta ketë atë shtëpi pronë të vetën të patundshme të regjistruar në hipotekë. Dhe sigurisht ne nuk do ta kthejmë procesin e legalizimit në një proces për të porositur vota. Ne do ta bëjmë procesin e legalizimit një proces
që do të përfshi çdo familje që ka nevojë për titullin e pronësisë. Por janë shliruar, besoj unë, më në fund, edhe pronarët, ata të cilët vitet tëra i shkuan pas, dhe ndoshta edhe në këto zgjedhje votuan përsëri jo të pak në numër për kundërshtarin ton, që jo vetëm nuk e mbylli procesin e kthimit dhe të kompensimit pronar, por përkundrazi, bëri që shumë pronarë të vazhdojnë të enden gjyqeve në një kapitull 2 të një historie shumë dhimbshme me pronën e të parëve të tyre. Ne do t'ju japim pronarëve të gjithë respektin dhe do të trajtojmë me dignitetin më të madh si shtet çështjen e pronës. Nuk dua që kushdo qoftë ta marri si një përgjigje për 2011-ën, po është shliruar edhe Tirana, më duket. Është shliruar Tirana dhe ka shpëtuar Tirana, në kuptimin që tani ne do të provojmë se fundi i ndërtimtarisë pa leje është vetëm në dorën e një qeverie që u shërben njerëzve dhe i shërben vendit vet. Dhe nuk është absolutisht i pamundur siç është dukur deri më sot. Ashtu sikur do të provojmë se për të marrë vota nuk është e nevojshme, madje është e dënueshme që të mbyllësh syt përpara ndërtimeve pa leje. Ashtu sikundër do të provojmë se të gjitha hapësirat publike janë hapësirat komunitetit dhe nuk mund të zaptohen, as për të rritur pula dhe as për të bërë parkingje dhe për t'i marrë frymën lagjeve. Ashtu sikur do të provojmë se çështja e respektimit të rregullave në rrugë nuk është e pamundur. Është vetëm çështje vullneti dhe është çështje shpirti qytetar. Dhe dini pse në thelb është liruar dhe ka shpëtuar Tirana dhe gjithë Shqipëria, sepse një shpirt i ri do të vi në qeverisjen e këtij vendi. Një shpirt i ri qytetar për qytetarët dhe me qytetarët, pavarësisht nëse jetojnë në qytet apo se jetojnë në fshat. Sepse në këtë çështjen e qytetit dhe fshatit është luajtur shumë, po mua më pëlqen shumë ajo shpreha e bukur e Ernest Koliqit. Më mirë një malsor si gjithkush, se sa një shkollar si askush. Dhe sigurisht, në fund, me gjithë respektin për gjithë ata që na kanë votuar, ne duhet ta themi, janë çliruar dhe kanë shpëtuar socialistët dhe progresistët të vendit. Janë çliruar dhe kanë shpëtuar gjithë ata që vetëm për arsye se kanë mbajtur pozicion ndryshëm nga ai i pushtetit radhës, janë larguar nga puna. Janë çliruar dhe kanë shpëtuar sepse ka marrë fund shkelja e dinjitetit tyre, ka marrë fund për ndjekja e tyre, në kuptimin më të vërtet sa i fjale për një vend që njeriu nuk mund ta pushkatosh, por mund ta vrasësh 2 herë pa e vrarë, duke i thënë ik nga puna, se ti nuk je joni. Dhe sigurisht që gjithë ata që e kanë fituar të drejtën e kthimit në punë, do kthehen në punë. Ashtu sikundër, askush nga ata që sot janë në punë, nuk duhet ndihet i kërcënuar nga fitoria jonë nëse është në punë për arsye të meritës vet, dhe jo sepse është kushuri i dikujt apo shërbëtor i dikujt tjetër. Sepse Shqipëria është shumë e vogël për të ndarë në ne dhe ata. Dhe kjo është dhe arsyeja, besoj unë, një ndër arsyet, pse Shqipëria sot e gjithë ditën është mbrapa të tjerëve në rrugën drejt familjes europiane. Sepse është shumë e vogël
dhe ka 20 vite që është qëllimisht e përçar dhe ndarë në ne dhe ata, në etrit dhe mbit, në ata të veriut dhe ata të jugë. Ndërkohë që harta e Shqipërisë, ajo që shqiptarët pikturuan me ngjyrën e purpurt të rilindjes në 23 qershor nga Tropoja deri në Konispol, është prova më kuptimplot se shqiptarët rilindjen e kuptojnë rreth parë si një shtet që u shërben të gjithëve pa dallim, nga veriu apo nga jugu qofshin. Dhe cila do qoftë e shkuara e familjes tyre. Dhe një qeveri që i respekton ata pa dallim. Nga veriu apo nga jugu qofshin, dhe cila do qoftë e shkuara e familjes tyre. Sepse në fundit, nëse në një të shkuar të largët, gjyshër të dikujt dhe dikujt tjetër, u danë në një luftë vllavrasëse, sot ne jemi të bitë e shekullit të ri dhe duhet të jemi në lartësinë e këtij shekulli, e kësaj kohe, sepse është një kohë e re për botën, është një kohë e re për Europën, po është edhe një kohë e re për Shqipërinë. Dhe shqiptarët, jo pak, po 1 milion shqiptarë, si asnjëherë më parë, me votën e tyre kanë treguar atë që rëndom politikanët e kanë harruar, se jetojmë në një kohë të re dhe nuk mund të mbijetohet politikisht me armët e vjetra të shkuarës. Ani, unë nuk dua që të bëj klasifikim, por dua ta filloj nga njësia 8. Sepse njësia 8 njësoj si Shkodra, njësoj si Kavaja dhe njësoj si disa pika tjera të Shqipërisë, rrëzoi me votën e parë të lirë presidentin e Partisë Punës dhe me votën e lirë të 23 qershorit të mbeturin nga Partia e Punës. Ne jemi absolutisht të lumtur me rezultatin e jashtëzakonshëm njësisë 5. Njësia 5 tregoi që megjithse kombinati ka mësuar të vrapoj shumë më shpejt se tjerët, prap duhet akoma kohë për ta kapur njësinë 5. Megjithatë, vlera e kombinatit qëndronte te fakti që vrapon më shpejt se të gjithë tjerët. Pa harruar Alidemin, edhe Shkozën dhe njësinë numër 1, ku besoj që kemi një rritje stabël njësoj siç është predikimi i Ditmirit për integrimin dhe Shqipërinë e integruar në Europë. Dhe diskutohet njësia 2, njësia 3, njësia 4, njësia 8 dhe 9, njësia 10, pa diskutim në zemër Tiranës, për ta mbyllur me qershin mbi tort, me Lapragën. Me Lapragën që bëri një fitore po aq historike sa ajo njësisë 8, dhe tek fitoria e njësisë 8 dhe Lapragës qëndron vullneti i shprehur i Tiranosave të vjetër dhe i tiranasve më të fundit për të pasur një qeveri që këtë Amerikë të vogël të shqiptarëve ta zhvilloi shumë më shpejt. Dhe
isha i bindur që Vasilika do thoshte harrova 107. Isha i bindur. Po në fakt nuk e harrova, po desha vetëm që mos i bëjt gjitha me radhë, se pastaj thonë pse ky i pari ai dytë. Në fakt gjitha kanë fituar dhe gjitha janë absolutisht njësit e fitores, Partisë Socialiste dhe të Aleancës për Shqipërinë Evropiane. Sepse kemi bashkuar dhe sloganet. Shqipëria duhet rilind, prandaj duhet ecim më shpejt. Dhe një falënderim i posaçëm nuk i ngelet hatri, besoj, askujt. Është për kapitenin e skuadrës, Pandeli Majkun. Erdhi në fund dhe ishte pak si ata lojtarët e huaj që marrin shiritin dhe lojtarët e tjerë të skuadrës thonë ata bëjt do të tamam kapitenin apo jo, po tregoj që jo vetëm mund ta bëj, po e bëri në mënyrë shkëlqyer. Si Zaneti ke Interi. Edhe diskutohet kryetarin e Partisë Tiranës, Sajmir Tahirin, duke mos lënë absolutisht pas dore Vasilikën. Pa harruar Linditën, Ledin dhe Milenën, Blerinën, Erjedën. Po prit më sa frimi s'është grua. Të paktën jo ndjenin time. Po nga që ka emrin, duket më i afërt se ne tjerët. Dhe pa dyshim kryetarin historik Partisë Tiranës, Besnik Baren, Ditmirin që jo vetëm është integruar në mënyrë plot në skuadrën tonë si prurje e politikës së re, por tani e përvaqëson më mirë edhe se mua interesin e politikës vjetër. Dhe Fatmir Gjafën, pa tjetër, Sadria Bazin, afrimin Gjemal Qevalin, Artan Gacin, Rakip Sulin, Ervin Bushatin, Sad Vorpsin, Petrit Vargun, Karova. Landin pa tjetër. Po ndërkohë e kisha mendjen ke ai që kur thon Tironësit hap buk veç. Bledh Albonin, kapitenin e Tiranës dhe të Kombëtares. Pandi Majkon e Tiranës. Ose Pandi Majko është Bledh Alboni joni, socialiste. Të dy veteran. Veteran që kanë akoma shumë për të dhënë. Pe Ndreu pa tjetër, por nuk e di pse mungon. Dhe duke i falendruar gjithë një nga një, përsëri unë dua ta rikthej aty ku e nisi Ditmiri, tek ju të gjithë. Ne kemi emrat, ne kemi detyrën, por nëse ne duam dalim faqebar, pushteti duhet jetë juaj. Dhe për ta mbyllur, do më lejoni të ndaj me ju një histori shumë të shkurtër.
Një histori shumë të shkurtër. Një histori që më kujtua kur po zbrisim shkallët me Sajmirin. Në fakt, e kemi nisur bashkë me Sajmirin rrugën për të arritur deri këtu. Ka qenë i pari që ka ardhur me mua në Partinë Socialiste, se ju e dini që mua nuk më linin të futesha në për zyrat e partisë. Si kryetar, dhe ju kujtohet që e keni filluar me ato tabelen e zezë, ku Sajmiri dilte dhe shkruante për të pabërrat e qeverisjes, dhe me radhë për të ardhur deri këtu, dhe nga kjo, nga për arsye të kësaj historie, unë falenderoj me shumë mirënjohje posaçërisht Sajmirin. Dhe për ta mbyllur historinë, shkuam bashkë me Sajmirin, një minutë, shkuam bashkë me Sajmirin, unë sa isha zgjedhur kryetari i partisë, Sajmiri kishte ardhur me mua dhe ishim njohur tërësisht në mënyrë, si quhet, procedurale, sepse më kishte bërë një letër në email dhe më thoshte jam filani dhe kam shumë dëshirë të punoj me ju. Kjo është CV-ja ime. Jemi takuar dhe e kemi rënë dakord që të punojmë së bashku, ndërkohë që besoj që duhet t'ju japim mundësi të gjithëve, absolutisht gjithëve atyre që duan të kontribuojnë, që përmes letrës tyre të motivimit dhe përmes CV-s tyre të paraqesin interesin për të shërbyer shtetit shqiptar. Gjithë atyre që janë këtu në Shqipëri dhe atyre që janë jashtë Shqipërisë. Po, kemi shkuar te zyra Pandit, Pandi ishte zgjedhur sekretari i përgjithshëm, po ju e mbani mend që nuk ishin dakord në atë kohë. Ndoli kundra në fillim. Edhe me ja do u zgjodh, e zgjodhi Kongresi, sekretari i përgjithshëm. Mua më zgjodh kryetar. Edhe shkuam te zyra bashkë me Sajmirin. Pandi mua më shifte, fare i thotë, orë ti dhe po ti thotë i martuar i thotë ti. Me i fjalë që ky është rast pa shpresë, po ti. Jo i tha Sajmir, nuk jam i martuar. Mirë ta dil jashtë. Edhe në pas pa nga unë Sajmiri, mi po unë mund t'i mbaja anën se duhet rregulloja me Pandin se ishte sekretari i përgjithshëm. Edhe i thash lekët mohabet doj. Edhe Pandi i the nga unë tha, shiko tha, vajti si vajti kjo punë tha, prapë se prapë tha ne kemi punuar bashkë, mund të punojmë prapë bashkë, po tha dy kushte ka mund. E para tha mos hajde me çorape të kuqe në parti tha. Dhe e dyta tha, fillon mendo e tha, se nuk e ke pa afat këtë të qenit beqar. Dhe i realizohet dy. Megjithëse çorapet e kuqe i përdor për kur s'kemi mbledhje grupi. Nese, ju falenderoj edhe unë si gjithë tjerët me shumë mirënjohje. Dhe deri tani kemi pasur një privilegj që mund të flisnim, por nuk mund të provonim se sa të Zot ishim. Tani do vazhdojmë të flasim, po nuk do matemi më nga sa të Zot jemi për ato që themi, po sa Zot jemi në ato që bëjmë. Dhe kjo është një barë shumë e madhe dhe për ta mbajtur me sukses të barë, unë ju them shumë sinqerisht që ne kemi nevojë për çdo vajzë dhe çdo djalë talentuar. Ne kemi nevojë për çdo grua dhe çdo burr të aftë. Kundërshtarët na kanë lënë pas një libër
shumë të trash me gabimet e tyre. Qofse ne do të dim ta lexojmë atë libër dhe nëse ne nuk do të përsërisim gabimet e tyre, ne do bëjmë histori. Kalofshi mirë. Për ju fillon koha e pushimeve, për ne ka filluar koha e përgatitjeve.